viti parë ka qenë shumë i vështirë. 6 muaj kam mbajt rrobat në valizhe të iki sot tiki nesër. Se ne nuk duam të vdesim tu, ne duam andej. Dëgjova, ata kërkojnë sa 10.000 euro. Po unë budallaqja, si se bëra unë foto. Ata ishin të aluizm, ishin ata. Kulmi, ka arritur kulmi shoqëria shqiptare. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është Fatmira Bardhi, e cila është duke na pritur. Ajo ditën e sotme do të hyjë në këtë live, ka 25 vite që jeton në Amerikë, është larguar me llotari amerikane nga Shqipëria, por kokën e ka mbrapa për mallin që ka për vendin e saj, por mbi të gjitha edhe problemet që kanë në Shqipëri. Kjo zonjë sot ka për të bërë një denoncim, kështu që unë do ta dëgjoj zërin e saj. Ajo i ndjek çdo ditë live-et e mia dhe ka marrë guximin që ditën e sotme të futet në këtë live dhe të tregoj problemin që ajo ka. Kështu që hap dritaren dhe ftoj menjëherë zonjën Fatmira Bardhi. Fatmira, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë ditë atje. Po flasim live, unë në Tiranë, ti në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po. Në cilin vend jeton aty? Unë Illinois. Sa vite ke që je larguar nga Shqipëria? Që në burrin 96, unë në 2000. Pas ke 25 vite që jeton aty. Po. Por dua të të pyes, me llotari amerikane jeni nisur? Keni ftuar llotari? Po, me llotari të parët, ja, me në gusht e ka marrë që në maj, po në gusht iku, se ishte 6 muaj ajo procedura. E qartë. Mund të rrije deri 6 muaj dhe ishte me fjalë në shtator ju dishte, po mos fikte. Sepse ai pa të fillu firmën e ndërtimit atje. Pati makinën me if të madhe, pati vënë sharrat, pati shiste trup kështu për të bërë kështu karrike, divane, shiste në Itali pa të bërë. E ka lënë firme me $20.000 në atë kohë dhe erdhi këtu në Amerikë burri. I pari në 1996 ka ardhur burri dhe pastaj u bashkuat ju në 2000? Në 2000 u bashkova unë, masi me erdhi dokumentacioni që u bashku në që erdhëm. Si ka Se ky e hodhi vetëm, i doli dhe iku. Si ka qenë fillimi për ty kur në vitin 2000 mbërrite aty? Ka qenë shumë i vështirë, Odeta. Viti parë jashtëzakonisht e vështirë. 6 muaj kam mbajt rrobat në valizhe të iki sot tiki nesër. 6 muaj. Të betohem, Odeta, thoja nuk rrida sepse unë erdha këtu dhe fillova të laja enët. Edhe makinën e enëve, se ajo makina e madhe, ajo se këto janë kompani, ajo makina e madhe bënde vrumë që fillon të lante enët, unë u trembja, po më hedhë në erë. E kisha frikë, si u afroje dot. Atë më bëshë, po ja, shikoje, ja, kështu. Edhe gjua, në fillim është e vështirë, unë pa ta fillu ta kurseve, të i bërë se e dija që do vinja, po ama s'ka të bëj kursi atje, do t'jesh për ditë në atje. Vitit parë ka qenë shumë i vështirë. Mbas vitit parë pastaj, u ambjedova se fillova gjuhën, fillova punë, pastaj fillova kamariere, fillova të bëja, pastaj ju drejtova shkollës. Të shkoja për infermerin, më u fut prapë, po, nuk ndala unë, po burria do të në për këta lokale kështu. Ke bërë shkolla aty? Nuk e bëra dot, Odeta, nuk e bëra dot se më thanë duhet jesh qytetare Amerike të kisha pasaportën që të më jepshin mua kredi për të bërë shkollën, se shkolla ishte e shtrenjtë, se mua kisha shumë klasa që duhet i mbështetja dhe njëkohësisht teknologjia shumë e përparuar këtu. Se çdo gjë është kompjuterizuar, ti do mësosh një herë për këto gjërat. Edhe ishte e pamundur. Pastaj në atë kohë që fillova unë të kap këto gjërat mu fëmijët, se unë e dash gjuhën, e dash anglishtën e mura, për se do të japsh gjuhën e para, testi para gjuha, pastaj ata. Unë dhe nga atë kohë që unë mora me gjuhën e me ata që arrita te kursi kolegjit për anglishtën, unë u bëra me djalin, edhe unë nuk shkoja do se s'kisha kuj leja djalin, ato nuk më jepshin mua, duhet shkoja me lekët e mia, edhe ngela.
Ngela. Po nuk kam gale se po ma plotësojnë fëmijët. O, sa... Jani më shkon për neurokirurg dhe goca më shkon për doktoresh. Të dy për mjekësi. Të dy për mjekësi. Ato që nuk arrita vetë e morën fëmijët. I kam në fakultet, djali ka mbaruar të përgjithshme dhe tash i shkon në direkt specializim. Për dietolog edhe neurokirurg. Dy diploma. Bravo. Dhe gocën e kam te infermeria, vazhdon të lartën, mbas kësaj vazhdoj masterin që të shkoj për doktoresh. Se ashtu janë stadet e asaj. E po zemrën e pas ke plot. Po, motër, po, s'ka, nuk... Një nën që ndihet krenare për fëmijët. Jemi lutur, po ja kemi arritur ku kemi arritur. E qartë me... Po, ja që atje nuk po bëjmë do të gjë dhe kisha shumë qef biles djali thot edhe kështu, thot që se ju bërni për të mbajtur më vonë, unë hap dhe klinika atje, thot, vija atje, hap klinikën dhe punoj. Dëshiron të kthehet. Nëse ju vini në Shqipëri dhe ai është i gatshëm të kthehet. Të kthehet me neve, të na mbaj neve, se ne nuk duam të vdesim tu, ne duam ndeja dhe thot unë vi me juve atje, thot. Pra, e ke menduar Fatmira që një ditë do të kthehesh në Lundër? Do kthehem, nuk pleshëri, nuk bëhet fjalë, po do shkoj do vi, se nuk bëhet fjalë që unë të largom nga fëmijët, po me fjalë do rri më shumë andeja se sa ktheja, se ne si dalim në pension, ne si jemi për këtu më deta. Ka 30 ditë në shtëpi, ç'do bëjmë këtu? Unë si bëj këto 3-4 vjetë që kanë fëmijët sa të më dalin nga shkollat. Sa ato bën. Është kosto. Shkollimi, edukimi i fëmijëve sigurisht që është kosto aty në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Fatmira, dua të pyes, si është një ditë e jote aty në Amerikë, se kam përshtypjen, po me aq sa kam informacion, më duket sikur aty në Amerikë punohet shumë, njerëzit lodhen. Jashtë mase. Dhe jo vetëm unë, po dhe këto që i ke këtu të vendit, për shembull, o dhe këta mos flasim këto që kanë dalë në pension, po një punëtor i rregull, do gretën në mëngjes, do hajë mëngjesin dhe do iki në punë. Edhe në ora 12:30 ka i gjysore ka drekën të hajë. Merret të gjysmore, kthehet në punë prapë deri në 5 pasdite, këta që janë të rregull zyrtarisht. Kurse e India është e përditshme se ne punojmë për vete, ne kemi këtu biznes, kemi hapur këtu. Unë u bëra 18 vjeç që unë kam hapur biznesin këtu. Ke biznesin tënd privat dhe punon akoma më shumë besoj. Nga mëngjesi deri në darkët më ke këtu. Keni restorant aty? Po. Komuniteti shqiptar. U futëm këtë punë, u futëm dhe këtë drejtim morëm, se s'kishim tjetër. Burrit për një klasë, po i duhesh $45,000, nuk vajti të bëhet inxhinier i pyjeve këtu. Se këtu do lëvishim, do shkojshim Colorado, se atje janë pyjet, atje do shkojshim. Edhe ja dhanë ata, i thanë vetëm një klasë i mungonte nga që kishte bërë, se ka mbaruar ke instituti bujqësor. Dhe instituti bujqësor, universiteti një këtu në Amerikë. Dhe nuk kishte vetëm një klasë pa bërë, dhe i kërkojshin $45,000 për atë klasën. Dhe ai nuk kishte dhari, se ne s'kishim pasaport, se 5 vjet tu je pa pasaport. Nuk të japin ata, nuk të japin bankat, nuk të japin këto investim. Tash të japin, tash ka ndryshuar goxha, po kur kemi janë ne atëherë o deta s'bësh fjalë motra. Kanë qenë ligje të tjera. Tash kush s'vi, hajde sot fillo. Sa keq. E ka humbur mundësinë për të shkolluar, e kuptoj, por... E di si kemi humbura, për hiç gjë, që ai mund bënte $10,000 në muaj, kështu, tu netën karrike, dhe pushime, dhe weekendin... E dashur Fatmira, unë nuk të njoh personalisht, tani po të njoh që po flasin të dyja, por më jep përshtypjen e një gruaje energjike, që gjithmonë ja ke dalë. Aktive, gjithmonë, Bravo. Edhe po ku më ngjeshen mua të gjitha, ku më ngjiten mua këto vetëm me këto problemet. Se burrin e kam shumë të urtë, është xhanan, nuk merret shumë kështu. Kurse unë nuk të fal, nuk të ngacmoj, por nuk të duroj.
Por Nuk të fal. jemi që jemi, mund të na i thosh pak emrin e restorantit për gjithë komunitetin e shqiptarëve? Besoj njihet aty në zonë biznesi Po, juaj. njihet këtu Mekino Family Restaurant. Është qyteti e ka Mekino, edhe ne jemi familja që mbajmë restorantin. Ne kemi bërë tamam këtë. Ama shiko, akoma zemra nuk ka hinë nga Shqipëria, sepse e kam fut në corporation. Këtu që po të ndodhe diçka këtu mos ma marrin, për shembull me të bërë dikush a vdes, a bie këtu, a thy kohën në dorë, mos ma e kam fut në corporation. Dhe edhe quhet kompania Tirana 2. Nuk të ndahet shpirti nga Shqipëria. Jo. Por çfarë kuzhine ke futur aty? Shqiptare apo Amerikane? Amerikane. Pse Amerikane, me e madhja është, menjuja është e përgjithshme, kam pak greke, kam pak italiane, me e madhja është amerikane dhe pak kineze, kam fut gjitha nga pak. Nga pak. Por pse kam përshtypjen unë që amerikanët vdesin për kuzhinën greke dhe italiane dhe atë të tyre nuk e duan? Jo, s'është vërtet. Janë të vendit. Janë të vendi që e duan kuzhinën e tyre. Por komuniteti shqiptar aty ku jeton ti? Ka, këtu shqiptar ka, se çdo qytet këtu ka shqiptar me restorante, se të gjithë kanë restorante. Po. Mblidhemi në për festa, mblidhemi kur vinë këta këngëtarët, shkojmë i ndjekim. E qartë, në koncerte. Bëjmë kështu gjëra, kur ndodh diçka, bëjmë mes njëri tjetrit, po. Mblidhemi, po, njihemi, po. Më vjen mirë që komuniteti shqiptarëve bëhet bashkë edhe i ruajnë ato traditat, zakonet. Po, këtu s'kemi problema. Mirë, se po të lë dhe pa punë, se është mëngjes, do shkosh në restorant. Kam 3 familje që unë ju kam bërë llotarinë, që ju kam dhënë garancinë, i kam pritur këtu në shtëpinë time. Bravo. Me një zemër të madhe, i bie që jemi një zemër të madhe dhe ke ndihmuar pafund. Dhe kanë qenë nga ana e burrit, të gjithë të burrit. Ka pasur 2 komshie dhe nipin. Dhe sinqerisht më vjen mirë që përpos që je një punëtore, një grua energjike, ke dhe një zemër të madhe. Kështu që Zoti ta bëft të mbar aty në Amerikë. Falenderit. Mbar ta ka bërë se ke vite. Mbar ta ka bërë, po të them, po me të thënë drejtën jam shumë e lodhur. Edhe kjo shtëpia më ka munduar shumë. Odeta jam nisë atë shtëpinë atje, nisa ta bëj më përpara dhe arrita bëra këtu për 6 muaj futa në shtëpi. Atë se kam bërë akoma. Edhe kjo është ajo që të dhëm më shumë, që në dheun e huaj në kohë rekord i realizon të gjitha, a nuk ka asnjë lloj pengese. Për 6 muaj e kam marrë kompaninë, futa tendra 3 kompania, edhe kush më dha atë që desha unë edhe ku doja, edhe i thash na, edhe as kam shku në herë me e parë, në i thash kur do të ma japësh, ta për vitrita e ke qesin në dorë. Kam ikur në korrik me pushime, kur kam ikur më çun mesazh këto komshit këtu thanë po e hapin gropën se kam bërë një kap në tokë dhe 2 mbi tokë, 3 kaçe. Edhe po e hapin gropën, thanë po e bën shtëpinë, po më çun mesazh kur kam ardhur e gjeta shtëpinë ishte tu mbi tokë. E ngritur shtëpia. E qartë. Po ai kam marrë Chelsea me foton, edhe duke prerë shirit më fut brenda në shtëpi, mi bën gjitha gati, s'kam bërë as edhe një gjë, një lëmishte. Të gjitha, edhe televizori i ngjitur në mur, mbi xhak atje i kapur, edhe të gjitha me frigorifer, me lavatriçat, krejt komplete i pata bërë që nuk do bëj asgjë, i t'i veni ju të gjitha dhe unë paguaj para. Edhe 6 muaj s'kisha pse ti thoja, pse bën, edhe shkon shtetit kontrollo këtu, s'ke pse ta kontrollosh ti atë kompaninë. Fatmira, më vjen për të qeshur, por do ta them këtë gjë se është realiteti. Më shprishu lavatriçja, kam 3 ditë dhe kam marrë mbi 5 teknik lavatriçe, të 5 më gënjejnë, do vi sot, do vi nesër, dhe vetëm mashtrojnë sa më ka ardhur këtu për të porositur sot të darkë një lavatriçe të re. Në Shqipëri... Atë desha të them. Se është për të qeshur, por teksa të dëgjoja aty... Edhe për jashtë atë dera dhe falja edhe shkoblej një të re se ta binë të shtëpia të vend aty sa të merresh me... Jo, teksa po të dëgjoja aty, mendoja çfarë shërbimi ka, sa larg jemi ne nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku për 6 muaj... 200 vjet
200 vjet jemi mbrapa dhe 50 vjet anash. Aq larg jemi ne me këtë vend këtu. E vërtet. Mua më vjen mirë që ti të paktën e ke shijuar jetën aty dhe pse je lodhur, le të themi. Absolutisht, deta unë këtu kam bërë gjithçka. Kam arritur aty ku kam dashur. American Dream, si e thonë këta. Po pra, ke arritur atë që ke dashur, ndoshta nëse do jetoje në Shqipëri, jo të gjitha ëndra do i realizoje, jo vetëm si grua, por edhe si nën. Ndoshta akoma isha duke ngret nga i tull në shtëpi. Mirë, më vjen mirë që ndave edhe këtë eksperiencën, jetesën tënde në Shtetet Bashkuara të Amerikës, aty ku jeton. Është ëndër e papar, me fjalë, ama duhet punë atë ta. Pa punë nuk e ku shkon. Nga mëngjesi deri në darkët unë jam këtu non-stop. Me fjalë, nuk, si thonë, me fjalë nuk është puna, ti punon apo jo, do i qëndrosh biznesit në kokë, se po si qëndro, diçka prishet, dikush vjen, dikush mërzitet, se punëtorët nuk s'kan gale. Ti t'jesh prezent aty që ti setësh gjëna, ti ulesh situatën, ti kapësh, po deshe me bërë biznesin. Është e qartë. Se vinë zëngjera ata gjërat. Duhet i rish në kokë. Se këta harroja thonë, për këto po doli, ai nuk vjen mu mërzit tu ose me i dhënë ti atë që si pëlqen. Harroja thotë, se kanë problem ta, se ai që kanë kohën, është 30 minuta duhet t'jesh në shërbim të klientit. Duhet t'jesh i ndërgjegjshëm atë që ka. Në shërbim të klientit. E qartë, dhe më vjen mirë që e ndave këtë eksperiencë, këtë lloj edukate apo stil jetese që bën Amerika. Uroj që në një të ardhme të jemi edhe ne ashtu, por më duket e largët. Inshallah, po jo me këto. Po e them kështu, jo me këto që janë lindur është gjaku i atyre që kanë lënë. Duhet brezi jot motra. Duhen këto teja që s'kan fare të bëjnë me atë lloj politike komuniste apo demokratike apo për kaq vjet sa po shohim. E qartë. E dashur Fatmira. Nuk ta them, po ashtu është realiteti. Edhe po tregohet ka dalë haptas. Në fakt u lidhe me mua dhe më shkruajte një mesazh sepse kishe një problem për të denoncuar, një histori. Kjo është problem, ka të bëj me këtë legalizimin e shtëpia. Unë ne kemi shtëpia atje, kemi tokën, çdo vit vim atje në Shqipëri, vim çdo vit me gjithë fëmijët, i mbajmë të lidhur me vendin. Tiranën, me vendin, të mësohen me gjuhën, me të gjitha. Qysh kur kanë qenë vegjël dhe tani që janë të rritur, unë një muaj jo kam thënë dua në dispozicion të jeni të lidhur gjithmonë atë. Bravo. Edhe ashtu kam bërë. Bravo. Po. Edhe kam 2 fëmijë, djalë e vajzë. Me jetë. Falenderit. Edhe ti kesh me jetë. Faleminderit. Çfarë ke ti, vajzë, djalë? Unë kam dhe unë 2, djalë dhe vajzë. Të rrojnë, ja. Edhe si të thash, Odera, unë kam nisur një shtëpi që në 2010 atje. Kam bërë vetëm tokën trull dhe një kat kështu, dhe ajo është bodrum, sepse ashtu ka pozicioni i tokës, duhet ngritur në aksin e rrugës që të vi në poshtë shtëpia lart. Bëhet fjalë, e dashur Fatmira, bëhet fjalë për cilin vend në Shqipëri? Në Lundër. Në Lundër, këtu në Tiranë. Po, aty në qoftë e ke dëgjuar atë Naren, ai lokali i mirë aty që është sipër, ajo vera e Lundrës, ka i lokali aty. Unë 5 minuta nga Narja e kam lart aty ke rruga Agallarëve të kam shtëpinë. Dhe ajo është një ndër zonat më të shtrenjta në kryeqytet. Bravo. Dhe unë tokat i kam me dokumenta, kam certifikatat e tokës komplet dhe kam bërë atë ndërtesë. Aty që të thash që e kam nisur qysh atëherë, në 2010 e nisa. Mirë po, unë në atë kohë ishte një kryetar komune një tjetër aty dhe ai thoshte më jep $10,000 mu, ti thoshte dhe bëje shtëpi në 10 kaçë po desh.
Ore, unë du shtëpi me dokumenta. O, tash është rëmuj, nuk ka dokumenta, s'ka. Po unë shtëpi pa dokumenta nuk bëj. Ta harrosh. Po më dhe dokumenta, po t'jep një $10,000, marrë punti se s'jam këtu unë edhe ashtu. Ai nuk e bëri atë, sepse nuk ishte vendi rëmuj në atë ko. Edhe vajtën gjërat. Erdi ky Edi, e ke parasysh iku njëri erdi tjetri, po njësoj, s'kam lënë vend pa vajtur. Kam gjitha ankesat që kam bërë për dokumentacionin, për shumë mazalla se me jepet legalizimi asaj pjesës dhe unë kam mbetur se nuk e ngrej dot më lartë. Edhe u kam thënë të tërve, tani do nisem me televizione, do t'u nxjerr bojën të tërve me emra, i kam thënë. Fatmira, ju keni jetuar në Lundër përpara se të emigroni të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Aty ke pasur shtëpinë ekzistuese, besoj. Nuk është shtëpi ekzistuese, kam bërë shtëpinë ekzistuese e kam, po ja kam lënë punetërve. Dhe unë dola te toka. Nuk kam tokën. E qartë? Sepse është bërë komplet, është bërë ajo rruga, nën rruga të rruga Gallarëve, nën rruga të ku jam rreshti i parë, i asajta është bërë komplet, janë bërë shtëpia, komplet i kanë marrë certifikatat e pronësisë. Vetëm mua nuk mi kanë dhënë sepse s'jap lek, dhe më kërkojnë €10,000. Dhe ju kam thënë nuk ju jap lek. Dhe prandaj nuk më japin. Por e kupton ç'a bëhet? Ti prej vitit 2 edhe jam në tokën time, me certifikat tokën, në tokën e babës, me fjalë burri, në tokën e tij, edhe nuk bëhet dot legalizime. Por ti prej vitit 2010 që ke bërë këtë ndërtim dhe deri më sot nuk e bërë aplikim për... Kam bërë, i kam të tërë dokumentacionin e kam. Dhe pse nuk është bërë legalizimi, me çfarë preteksti? Odena nuk kam bërë disa ankesa në zyrën e drejtorisë të aluizmet. Dhe njëra me erdhi një radhë, po t'i jap kështu, një radhë me erdhi nuk është bërë kompjuterizimi i zonës. Po. Shkove vitin tjetër, se çdo vit unë atje, ato e kam punën me ata. Vajta herën tjetër, bëra ankesën tjetër, pse nuk më jepet prap. Edhe më thanë, jemi duke punuar në Zallher me po diun me vendosjet e po diun që janë ta çfarë ligje shka atje, unë si kuptoj fare më. Edhe me zhvendosjet e këtyre të popullatës e këto, edhe kur të vi radha në Lundër, do të vi radha jote. Bëra tani vajta ke drejtoria e përgjithshme, jo te Aluizi atje, po vajta ke drejtoria e përgjithshme ishte mbrapa stadiumit, aty te Tirana Rete atje. Atje vajta dhe i çova dhe këto dokumentat edhe ai djali ishte shumë i mirë, më priti shumë mirë. I vetmi që më ka prit në përzyra shumë i mirë, edhe jam shumë mirë në hause. Ose se njëja, se dia, ne i thash i thash, kujdesta se këtu ka kamera, le të ketë, thash, unë do flas lirshëm, unë s'kam frikë, thash, në shtëpinë time, nuk kam frikë. Thash, më kanë kërkuar lek, ja mi ke gjithë këto ankesat që i kam bërë komplet, thash juve, thash, unë s'kam marrë asnjë zgjidhje. E thash, unë i mori i futi gjitha, tha do t'i verifikojnë. O dera, e beso se kanë ardhur edhe ma kanë matur objekte? Po. Po, nuk e tia, se unë vajta me, të shu futa me këte, mu më qoj një avokatë, su futa me avokate. Edhe ajo më tha, po të kisha ardhë atere, kur kanë ardhë me ta matë, sa? Ti tha për 3 muaj kështë marrë legalizimin, se ata s'kan drejt të vinë të masin të shpinë dhe mos t'japin dokumentat. E qartë. Më kanë ardhë edhe nga aluizmi, më kanë ardhë me kanë matur, edhe nuk më kanë dhënë dokumentat. Por me avokaten tënde që pas ke marrë avokate, nuk e ke vazhduar çështjen më gjatë? Këtu është çështja tani me avokaten që u futa unë, edhe e kam këtë letrën e fundit që më erdhi me këtë avokaten, më thotë që duhet paisësh me legalizim. Nuk ka asnjë problem. Po se kur të paisem kur? Po pra, sepse pas ke shumë vite. Po, edhe unë të shi erdha këtej, se letra më erdhi, mas erdha unë këtej, më erdhi letra.
edhe unë qova motrën të avokatja, edhe ajo i kishtë thënë duhet shkoj prap të bëj këtë ankesën aty, të vete prap. Po pse kështu do vete, unë thasha. Po talën ta. Edhe të tërë edhe të shkosh, të verifikosh të gjithë, shkosh drokit derë më derë, thoj, ti ke dokumentacion, ka marrë për dokumentacion, e kur ti nxjerrin të tërë zona. Rruga, komplet aty të shtëpiat të ndërtuara, mbas meje, kanë bërë dokumenta, vetëm unë jam e vetmja që s'kam dokumenta. E sigurisht më vika shumë keq, sepse ti ke 25 vite që jeton aty në Amerikë dhe je mësuar me ligjin amerikan, por në Shqipëri Eksakt, edhe unë gjithmonë kam dashur Odeta që unë t'i bëj shtëpinë, t'a bëj me dokumentacion të rregullt, se që shka të ndodhi unë s'jam atje, unë pastaj nesër vdes, fëmijët e mi ku të përplasen, andaj nuk para i din shumë ata, dhe unë du t'i lë gjërat të gjitha në rregull, që mos kenë dhe fëmijët probleme, më mërziten kalamajt për mallin andeja, për tokën, për vendin. Pronën që trashëgoni në Shqipëri, e qartë, është mos e ditur. Unë i kam regjistruar, atje fëmijët i kam bërë komplet dokumentacionin, i kam regjistruar dhe si shqiptar atje fëmijët, për arsye të kësaj pronës. E dashur Fatmira, të gjitha dokumentat që ti ke, që i ke në dispozicion, do mi nisësh mua në numrin tim në privat, që unë të konsultohem. Po, mund të mi nisësh dhe në Messenger në Facebook, që unë të konsultohem me një prej avokatëve që kam bashkëpunim këtu në live me Odetën, që të dim se ku ka ngecur situata dhe pse shtëpia jote ende ka ngelur pezull nga ana e institucionit. Odeta, diku ka ngelur pezull, ta thot në trajote ty. Unë tani se këtu tani po bëhen këta. Unë vjetë gjoja ky kryetari komunës edhe te kryetari komunës jam ankuar disa herë dhe nuk ka bërë asgjë. Dhe ky aktualisht që është tani, ka bërë asnjë lloj përpjekje. Ky. Edhe vjetë ishim në shtëpi po dilnim për dalë. Ka ardhur, ka ndaluar makinën përpara portës së shtëpisë, edhe tha ikni në Amerikë, tha pa problem se dokumenta kur të vini ju tha legalizimin e keni në dorë. Sepse ishin zgjedhje. Dhe kur i bëri shmos, ti jete votën nga këtu, thash ti, unë nuk votova, unë thash, no, unë kur të shoh dokumenta, thash i japun 10 vota, unë nuk votoj, thash nuk votoj, nuk më kanë dhënë gjë. Përse të votoj? Thash përse duhet ti votosh? Sepse ishte hera e votove. Ishte hera e parë që votimet në Shqipëri morën pjesë dhe emigrantët. Hera e parë që u aplikua kjo gjë. Unë nuk mora, edhe fëmijët kishin të drejtë, se unë i kam mbi 20 vjeç fëmijët. Nuk i lash. Tash edhe të regjistruaj, jam dhe votën e kishin, thash mos votoni, nuk ju kanë dhënë të drejtë. Kur t'ju japin të drejta do votojnë. Ky tha unë do ta bëj, sepse jam katunar, jam aty, jam vendali. Komshi, njën prej vitesh, tash ti bëje, se ato e dinë se kemra, se u shkojnë aty ato. Edhe unë tash jo. E kur vajta të herë që vajta, i tash ku janë dokumentat, unë nuk e di, tha jam në punë vetë, po tash unë ti vetë erdhe më shtëpi dhe më the që mos basi përpjekje, se unë përpara votimeve të mund bësh atë diçka. Edhe me pak lek mund ta bëja, po jo t'ja pun 10.000 euro, 5.000 euro, ai s'më ka kërkuar një lek. Me folat e qërë. Edhe kur iku, tha, mos t'ja pëshasi lekta, se ju tha punoni gjithë ditën atje, tha, faktikisht kështu ka thënë. Se e dina i se kush ka kërku, se të gjithë janë ata përzien të gjithë në një situatë, në jo dhe ta. S'ka bëj, ishte kryetare i tjetri i Partisë Demokratike, apo është i socialiste, sa të bashkëpunen. Ata thonë, kur je ti, jam unë, kur jam unë, je dhe ti. Odeta është kulmi, ka arritur kulmi shoqëria shqiptare. Edhe më vjen shumë keq që jemi katandisur shumë odra. Më vjen aq keq. Edhe mua më vjen keq. Edhe mua sinqerisht më vjen keq. E dashur Fatmira. Edhe unë nuk kam thënë. Dhe më të freskën ta jap tani. Njëri nga këto fisi burrit, vetëm për kafe, për qefë, edhe tha ha çfarë bëhet ta me shtëpinë, thash iç asgjë, dhe shpresa e fundit tash ishte thash u doq. Thash nuk vete. Thash vetëm kjo do jetë, tash që ata do të më japin mua dokumentat vetë në dorë, se kur të vi puna për të marrë taksat, unë taksat e tokës e kam paguar, se ajo prona ime është e patunshme. Po unë kur të më vjen për taksat e shtëpisë,
sa ata duhet marrin taksa shtëpie, se shteti këtu me automat në taksat e shtëpisë. Unë shtëpinë që jetë këtu e kam bërë 2014 dhe unë 6 muaj mora shtëpinë si kam bajt me ata dokumentave fare. Ama paguaj $5.000 për ndenjën me taksat e shtëpisë. E qartë. Në vit. Edhe atje do bëhet ajo. Po pra, është tjetër sistem në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po kur taksat, unë do të them mirë dokumentat, nuk di pastaj hajde me taksat. Dhe bashkë në hak në gjyq, në qoftë se ju nuk e bëni këtë. Dhe e fundi që desha të them, ai djali sa, ore sa po prita të njërin sa unë e njoh. Sa hajde, i bëri telefon atishëm. I bëri telefon e sa, okay, sa, nesër mëngjes sa, unë tha, do të nis njerëz sa, të verifikoj sa dhe bëhet sa. Okej, bëhet, tash u shalla pa e bën kë. Nëse, edhe në, unë vetëm ikëm. Të nesër mëngjes për laja shkallët unë aty, 2 djemë, po bëjnë ca vila në anë të shtëpisë time, po bëjnë ca vila, aty kanë blerë tokën, ata po bëjnë vila. Edhe kishte hypën ka dyta, ai për laja shkallët dhe po filmonte. Po unë i që budallashja unë e pashja i kisha ardhur prap punë, se burri qenë kafe dhe i kishe bërë telefonaj që të kanë ardhur ato djemt ke shtëpia. Ai nuk e dinte që ai nuk kanë ardhur ke shtëpia, po kishin ardhur kështu si fshehura zi. Dhe kishte hyp lart dhe po i bonte me kamera po e merrte shtëpinë time. Po pse? Edhe po se i kishte quar, ai që i bëri telefonin kishte quar, shko verifikoje ti se si është puna, shikoje atë dhe pastaj të flasim ne çfarë mund të bëjmë me këto. Nëse edhe unë atë po unë budallashja, si se bëra unë foto ato 2 djemt aty ti bëja foto, ti kisha foto ti nxirrja ti bëja foto në televizion. Ata ishin të aluizm, ishin ata. Ai kishte sjell, ai që ishte, biles ishte drejtori vetë, 2 orë mbrapa na bë telefon. Ky djali që hyri. Edhe tha, dëgjoj tha, ata kërkojnë tha 10.000 euro. Çfarë thash ti? 10.000 euro. Po as edhe 1 euro mos u gjet në xhep se më t'ia dhënë. Tash i thoi se nuk i duan dokumentat. Thoi faleminderit për te, iksa. Pra, të kanë kërkuar para haptazi. Sa iksa merru me televizionet, ta qiti, tha se ty s'kan ç'a të bëjnë, tha. Qiti në televizion, tha. S'kan ç'a të bëjnë ty, tha mu. Po tash unë tash më shkoj puna kështu, po që për kështu edhe kështu dalim ne këtë, se kemi shumë problem. Po nuk deshëm të jemi ne problematik, se burri ka qenë, burri im ka punu te Ministria e Transportit, ka qenë specialist në Ministrinë e Transportit, o i deguruar nga Enveri. Motër, unë kam qenë tenentor petrele, kam qenë instrumentarja mentor petrelës, kam instrumentuar 10 vjet në operacionet e trurit. Motër, ne s'kemi qenë të paqon atje. Dhe më vjen keq, sinqerisht që ke vite që larguar nga Shqipëria dhe po përballesh me këto probleme për sa i përket pronës tënde. Exactly. Odeta, do t'i jepja me qef, në qoftë se kisha shkuar te toka e dikujt tjetër që s'më përkiste mua, ose ja që ta jep ligji, ja ke bler dikujt tjetër, se janë bërë shumë manovrime kështu si them, se ngatroj çik gjuhën me këto. Po ama me pronësi babe, me tokë babe, me gjitha, se këta s'kanë marrë tokë të dikuj tjetër, janë plotësu me tokën se kanë qenë vëndali, me tokën ekzistuese që kanë pas, ta janë plotësu me tokat e veta. Edhe të jesh në tokën e babës, me certifikat kanë paguar 7.500 euro, para 10 vjetësh me marrë certifikat në tokës se nuk ma jepshe. Edhe kisha atë marrjen, po e doja me certifikat, me fjanë që t'ishte e mbyllur. E vdekur që mbyllur mos të prekte njeri, mos të vinte njeri të dera. Edhe ta dhuma 7.500 euro, po sepse ishte pronësi, po për shpijen mos më japë shmuti. Fatmira, që është tulmi. Mua më vjen keq që të janë kërkuar parat haptazi. Unë dua që haptaz, mi kanë thënë haptaz, deri para 2 vjetësh kanë qenë 5.000 euro, Odeta. Tani u rrit. 5.000 euro. Tani u rrit nga 5 në 10.000. Ishte bërë 10, se ky që më tha 10 tha. 10.000 euro. 10.000 euro, 10 ditë i ke dokumentat në dorë. Çfarë thash there? Po unë e di që dokumentat janë në dorë. Unë e di, po. Burri në fakt ishte një shokun e vet, edhe këtë e hoqëm si ka qenë. Kjo ishte jashtë shtetit, edhe ishte puna që në të hënën ishim atje, do merrshim dokumentat.
Edhe kjo erdhi të dielën, edhe i shko SMS-ja që ti je pushuar nga puna, të hënën kjo nuk shkonte dot me nxjerr ata. Ishte problemi që unë ditë në hënë do merrsha dokumenta, disi kam qenë kështu, pa paguar asnjë lek, se shoku këtij se ky e ka bërë, i ka dhënë firmën dhe ky e ka bërë atë që të ishte që është i pari sot, është nga lushnjar. Çfarë fati pas ke pasur? Atë di që do merri dokumentat, u pushua nga puna. E dashu Fatmira, unë dua që zëri jo të dëgjohet. Ke një mesazh të fortë për gjithë ata njerëz që të kanë scrollatur ndër vite dhe vazhdojnë dhe sot të mundohin? Çfarë do thoshe? Kam, mos luzni me popullin e varfër kështu. Unë nuk e kam problem me i dhënë 10.000 €, por nuk i jap vetëm për ndërgjegjësimin, sepse duhet të ndërgjegjësohen. Ne kemi punu në punë. Unë s'kam dalë ndonjëherë, le të dali, ja, fytyra ime të dalin në publik atje dhe të thotë një që më ka kërkuar Fatmira, kam vajtur shtëpi kam bërë gjilpëra, kam qenë në spital në operacionet atje, që të dalë thonë që ka dalë më ka kërku 5.000 lekë për të bërë ose 10.000 lekë për këtë, le të dali një, le ta thotë që kjo është gënjeshtare. Me fjalë dhe ka arritur sa tu, dhe të arrit neve. Nuk është puna vetëm me puna ime, unë e flas këtë në përgjithësi, është gjuna se ato njerëz që rrinë në ata karrigatje, ata nuk e dinë se si fitohet leku këtu motra. Ne kur kemi ardhur në Amerikë, ne kemi ardhur vetëm me një valizhe dorë, në dorë dhe kemi ardhur me borxh, se nuk i kishim tërë ata lek me fillu nga fillimi këtu. Se do paguash qeran, do blesh makinën, do fillosh punë, ka puna, nuk është ashtu. Normal. Ato nuk i dinë të gjitha ata, se këtu ne nuk na pret njëri këtu. Ata atje janë, se janë me njerëzit e afërm, po s'ke shko ke daja, ke tezja, ke halla, ke xhaja. Apo këtu ne s'kemi as daja, s'halla, s'teza, as xhaj. Këtu ke vetëm krahët motra. Dhe mos t'ju shkoj në mendje se jemi jashtë shtetit, jo vetëm për mua, por për të tërë shqiptarët kudo që ndodhen, edhe t'i sërollasin në këtë mënyrë që në kanë sërollatur. Se është gjunaf nga Zoti. Dhe ka një Zot halak. Ama dhe nuk u dhanë drejtësi në këtë dynja, në atë botë ku të shkojnë, do t'i kërkën llogari për drejtësinë që nuk bëjnë, ose mos e merr karriken kur si e Zoti. Unë këtu nuk them që Edi Rama, se Edi gjithmonë ka thënë kundër korrupsionit edhe denoncimin, po ne të shkretët ne s'kemi kohë mu morën ato futu në për këto portalet e këto kështu, ne s'kemi kohë mu marë, nuk po i vë asnjërit me fjalë që e ka fajnë në Edi, o e ka fajnë Saliu, po e ka fajnë tjetri. Se ata nuk janë në çdo dikaster atje duke punuar me njerëzit. Janë njerëzit që i kanë vënë aty dhe ata marrin një çik zemër sepse kanë dikë që i mbështet dhe hajde futje çekiçin kokës këtyre. Është gjunaf. E vërtet. E dashu Fatmira, unë të falenderoj që të pata sot këtu. Do flasim pas krujntave bashkë, do më të shosh të gjitha dokumentat për të parë situatën dhe me shpresën për të ndihmuar. Je në restorant dhe ora po shkon dhe do të jesh në shërbim të klientit, kështu që të kërkoj ndjes që të mbajta gjatë sot, por ishte kënaqësi për mua që fola me ty. Do dëgjojmë. Do dëgjojmë patjetër. Mirupafshi. Edhe do vi të takoj. Patjetër, vjen çdo vit në Shqipëri, do takohemi. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë video. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. E dëgjuam historinë e zonjës Fatmira Bardi, një zonjë e suksesshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku sot së bashku me bashortin e saj ka hapur një biznes privat, vazhdon jetën në këtë vend, fëmijët i ka shkolluar, por për ironi të fatit, problemet me pronën e saj ende nuk i kanë mbyllur në Shqipëri. Dhe uroj dhe shpresoj që në ditët, javët, muajt në vazhdim, zonja Fatmira Bardi së bashku me bashkëshortin t'i zgjidhi problemet e pronës në Shqipëri, sepse është paradoks të emigrosh, të blesh prona jashtë, mos të kesh probleme dhe në vendin tënd të mos t'i zgjidhësh problemet. No comment, më vjen keq sinqerisht sepse historia e Fatmira Bardit është një nga historitë që ne dëgjuam sot, por janë të shumta ata emigrantë të cilët jetojnë janë stemuar jashtë vendit dhe ende kanë probleme me pronat. Dhe çështja e pronave në Shqipëri është
të vësh duart në kokë. Por uroj që zonja Fatmira Bardhi të marrë një zgjidhje sa më të shpejt. Mirë, nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar këtu në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore, me këto denoncime që vijnë jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, por nga e gjithë diaspora. Faleminderit miq që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.